Regjia, ju lutem, qarkun e Tiranës. Partia Socialiste 48,2%, 19 mandate. Në 2021 ka pasur 48,9%, ka një rënje me 0,7%, por merr një mandat më shumë, sepse në 2021 kishte 18 mandate. Duhet kemi parasysh që qarku, një mandat që ju hoq qarku të Korçës, i ka kaluar qarku të Tiranës, i cili nga 36 në këto zgjedhje bëhet me 37 mandate. Kemi Partinë Demokratike 34,6% me 14 mandate, në 2021 mori 45,1% dhe kishte 17 mandate, Nisma Shqipëria bëhet 8,6% dhe një shifër befasuese 3 mandate në qarkun e Tiranës. Partia Mundësia 4,8%, një mandat, Socialdemokratët 1,3%, Lëvizja Bashkë 2,2%, Koalicioni Euroatlantik 0,1%, Djathas për Zhvillim 0,1%, të tjerët 0,1%. Zylo? Më duket pak kështu që ka një ulje, sigurisht është pjesë e formulës, ka një ulje në përqindje, por ka një rritje në mandat për Partinë Socialiste, 19 mandate kam idenë që është rezultati më optimist që presin vetë socialistët, dhe po themi sondazhi prap nuk ka nxjerrë një pretendim të Partisë Socialdemokrate që synon të marrin Tiranë 1 deri në 2 mandate deputetësh. Andri? Jam dakord me Zylun që faktikisht 2,9% që ishin në zgjedhjet e kaluara, edhe plus duhet që se flasim për 2,8%, që është marzhi i gabimit, aq është pak a shumë edhe mandati i fundit, i 37. Kështu që është shumë e vështirë që të hiqet, si thua, nga mundësia edhe një mandat i tjetër për PSD-n. Dhe fakt që del aq në 1,3, po të shikojmë, kemi parasysh edhe strukturën e kletërizmit edhe një lloj tjetër mënyre të marrjes votës, gjasa janë të marrin ata një mandat. Peçi? Nëse shikojmë Partinë Socialiste qëndron në të njëjtat kuota, ajo që shikohet që hahet është brenda Partisë Demokratike, por përsëri në ato informacione, duke qenë se eksperiencën time e kam të atashuar edhe me Partinë Demokratike dhe e njoh mirë atë, nuk më kuadron përsëri Koalicioni Euroatlantik, sepse kur ndodhi skizma e madhe, Zoti Basha lëvizi me një pjesë të strukturave të mira brenda qarkut të Tiranës. Kështu që do më duhet të shikoj se çfarë do t'rregojnë kutitë e votimit, sepse kam informacione ndryshe. Nuk ka vendosur mos të merren fare me këto 0,1%, se nuk e di si i ka nxjerrë, domethënë se o i ka marrë dhe i ka vënë aty, ose ka bërë një sondazh, po nejse, s'po hyj asaj. Më duket shumë shqetësuese që opozita në 4 vjet nuk ka arritur të bëjë një retorikë politike për të bërë mund për të dhënë në dukje të qytetarëve shqiptar dështimet e qeverisë. Fakti që PS është në të njëjtën pozitë elektorale, me të njëjtën përqindje zgjedhësisht është shumë shqetësuese. Dhe fakti që opozita, megjithëse ka qenë në opozitë, ka 10,5% zbritje në pjesën më të madhe të elektoratit shqiptar, që është qarku Tiranës, mendoj që kjo tregon faktin edhe faktin e zgjedhjeve në Këshnik, 3 mandate Lapaj Shabani në Tiranë. Dëgjoj, mendoj që do të ishte një risi për parlamentin që gjithë këta liderët e ri, Endri Shabani, Adriatik Lapaj, Arlind Qorri, Agroni tashmë është, domethënë të gjithë do ishte mirë të ishin në parlament. Mendoj që Tom Doshi do ta kaloj pragun dhe do ta ketë një mandat, sepse për sa kohë e mori herën e parë në 2021, ka sigurinë e elektoratit që e jep atë mandat në Tiranë. Ajo çfarë është surpriza e gjithë sondazhit, jo vetëm tek ju, por vetë tek sondazhet e tjera, është që Lulzim Basha nuk figuron në asnjë qark fitues, dhe për ata të cilët mund të pretendojnë një mandat në Tiranë, duhet të kenë parasysh një gjë. Kodi zgjedhor parashikon që edhe nëse kalohet pragu për deputet në një qark, nëse partia nuk merr 1% në rang kombëtar, atëherë mandati bëhet i pavlefshëm.
Pra që do të thotë është e pamundur që të përfaqësohesh në parlament nëse nuk ke 1% të, për shembull, këto vështirësi do e ketë dhe Arlind Qori. Mund të kapi pra në Tiranë, por Arlindit do i duhet një sfidë. Okej, regjia ju lutem,